vetëmi këndoj nga halli, shumë për ty moj m'ka marrë malli, në këtë mbrëmje për plot mal e mërzi. Si ti them unë shok vetëmi, si ta ndëlloj lutin tim, në këtë mbrëmje që m'ke lanë tin vetëmi. Ditët tona kur m'kujtohen, si flet zemra më shpalohet, në gjumë të rëndun dua të vi, të jem me ty. Piraki e këndaj për ty, tim duhani, dhimbjet po i shkri, se dehëm të gjithë e din, tash e di se më mungon ti. Piraki e këndaj për ty, tim duhani, dhimbjet po i shkri, se dehëm të gjithë e din, tash e di se më mungon ti. Shikimi yt për sjell gjithkun, mire di se tash kam humb, t'kisha sonte edhe njëher me t'marrë në gjik. As që tjetër s'dëshiroj, vetëm të helmoj, jetën pa ty duhet ta jetoj. Ditët tona kujtohen, si flet zemra më shpalohet, në gjumë të rëndun dua të bi, të jem me ty. Piraki e këndaj për ty, tim duhani, dhimbjet po i shkri, se dehëm të gjithë e din, tash e di se më mungon ti. Piraki e këndaj për ty, tim duhani, dhimbjet po i shkri, se dehëm të gjithë e din, tash e di se më mungon ti. E kemi një sonde, në fakt e ka njës Lindita, këtë emision që sonde po besoj që kena mu knosh Lindit, të knosh zemra. Faleminderit shumë për me shtë knatësia. E ke njës këtë emision qysh u mas mirë dhe i sonde bashkë me Orber, mirë se jerdhe. Orber Maraj për ndrysh është për herë të parë në këtë emision. Lindita është për herë dytë duket, para shumë vjetë dhe i konë edhe një herë. Po në këtë format është herë parë. Mirë se erdhë. Mirë se gjetëm. Edhe djemët sonde që kanë me komeneve janë djemë fantastike dhe janë pjesë e kësaj shpije. Ju lumt, e keni përcjell Linditën, a je e knast, Lindita? E knast, ha? Shumë. Bravo. A Orber për herë të parë, ç'është bëni jesh? Mirë. Për një me? Mirë, super. Bravo. Këta dy sonte menojnë që kanë letë, po nuk kam në pas letë, kështu që po jo, këta janë orë të përgatitur, domethënë janë të gatshëm për këtë sfidat, mi përballu se kënojnë për natë. Janë pjesë e shumë eventeve shqiptare, dasmave, mbrëmjeve, ku të sheshi gjanë. S'fund mirë kam bëj projekt bashkë që pyes shumë mirë edhe për këtë punë e kena thirrë. Jo vetëm për këtë punë, edhe për shumë punë tjera. E ka nis Lindita me piraki e tash ta shohim në fund kena me përfundu të pi çaj. Të pi çaj. Po me pse jo dhe çaj. Unë bili çaj pi më shumë. Raki nuk e konsumoj se a e qetë bili qajnave që pinë? E qetë, a? E qes. A, pe kajt je me prijarë dhe Lindit? Unë jam lapjane, me prijarë dhe mirë po jam e martu me në vushtri. Kuk, kombinimi... Shto si prej qajit në qaj. Prej gjykimit të vogël të mallin, do më thonë nuk i pej lapit në vushtri prej qajit, në gjaj, kështu që do më thonë dhe pas këtë qajnë. Që ashtu. Tradit me rojnë. Këta ka istogu nuk e pinë shumë, do më thonë këta istogu... Me qaj të mollit. Me do molla, me do qaj të mollit, me do ujtë ftëft të radacit, do më thonë është
fantastik. Para se me nisë me full me këta dy mësafir që kam sonë, unë s'kam qare për e falenderu ata që e përkrojnë këtë emision. Janë partner tonë që janë tash e 10 vite gati, dhe më thonë 10 vjet i bojna në ndorë me këtë emision, po kontributi maj madha vjen për publiku tonë që është me miliona në këtë botën shqiptare. Jo kemi afru, dhe më thonë 1.5 miliard shikime me i bo, nashta për diko nuk janë shumë për neve, janë shumë si janë të shpirtit, kështu që vazhdojnë për 1.5 miliard tjera në 3 miliard, kur të bon 3 miliard më ndijo në dalë, po shaj pak vjen dhe kusht tjetër në këtë vend edhe qënë për 10 miliard. Golden Eagle është shtëpia zyrtare jona që e përdojmë tash 10 vjet, jo veç jona në emision, por krejt shqiptarëve, se është brand juni, më thonë shtëpia mbretëresh e pijeve që prodhohen me vendin tonë. Ata që kanë nevojë për energji e kanë Golden Eagle, kush nuk ka nevojë për energji shumë e ka natyralen që është 100% pa sheqer. I prodhojmë në Soharikën tonë të dashur, pije që nuk e ka asnjë efekt anësor. Frutexi është gjigant i pijeve, është kompania më e madhe në Ballkan e pijeve energjike, mos tham për te Ballkanit, por edhe natyrali është i pazavendësueshëm në çdo truez dhe vend ku ka shqiptar dhe të tjerë. Mbesim prapë në Soharik, atje kem Golden Eagle, e kem Cima Construction që është mbretëresha e ndërtimeve në Kosovë. E ka ndërtu krejt Soharikën, Prizrenin, Shtimen, Ferizojnë, tash e kena në Prishtinë. S'po flas për fushë Kosovë, mos e ka pushtu. Në Prishtinë me një super kompleks të madh mbi 1000 banesa me një vend, një kompleks mbi 10 hektar, me kafsh për fëmijë, me shkollë, me shtëpi shëndetit, me restorante, por është një qytet zë vogël që e mbon emrin Cima Grand Complex. Për te kësaj, Cima e ka mundësu që asnjë njeri në këtë vend mos e met pa banesë. Mundeni me pagu banesën e juaj me keste mujore direkt tek Cima Construction. S'ka nevojë me shku në bankë, me marr kredi, me pagu interes bankës, po drejt e Cima Construction çdo muaj e pagun banesën, lokalin, garazhen, çka do që ki me shfrytzu në këtë kompleks gjigant Prishtinë 3, Cima Grand Complex, po në Prishtinë 3, e shekit vjetrën si shuplak dorës, edhe jetoni lumtur. Alioni kompania është brendi ju një pjesës veriore të Kosovës, Vushtre edhe Mitrovic, ka ndërtu qindra banesa, po ndërton në 40 vende për momentin në Kosovë, po flasim për një kompani që ka mbi 500 punëtorë, dhe është emën tashmë i njohur për cilësinë e ndërtimeve të larta në Republikën e Kosovës. Kush do me jetu si në Zvicër, mundi me shku të Alioni kompani dhe me bërë zgjidhjen jetësore. Ata që kanë nevojë më duk tash bukur, duhet me shku në Diamonds Klinik me mbi 30 tretmane për lëkurën tuaj. Tash vera po vjen dhe kur shkojmë plazh normalisht do të me shku të freskët, të bukur dhe të hidratuar. Me tretmane prej këtë llojeve që janë tash në treg për lëkurën tuaj, me aparaturën e fundit, me laserin kandela, me produktet që vijnë prej Koreas. Korea është numër 1 në botë, prej Amerikës. I gjeni në Diamonds Clinic tash janë zbritjet e pranverës për atë muajt maj veç kanë fillu. Kush do me mbjellë lule të bukura dhe pemë dekorative, Miloshev mundi me shku. Vazo Production është kompania me madhe në Kosovë që prodhon vazo të cilësisë dhe llojeve të ndryshme. Ka prodhu, kemi thonë edhe disa herë për Gjermani, tash e ka fillu edhe linjen për Republikën e bukur Kosovën. Miloshev është shumë afër, 7 minuta, vazon, lulen edhe keni ambientin fantastik. Unë kam i falendru ko paskua partner ton që e mbështesin këtë emision tash e gati 10 vite. E pat, Musafir, kanë e kem 2 këngëtarë fantastik që sonte kena me qu flak me këta 2. A pjo bje me kënu për nata, një natë po. Një natë po. Ata dhe më thonë këngëtarë, dhe më thonë janë si ujku. Ndimen, ujku e ka atë farë sezonën e mirë dhe knaqet. Këngëtarë dhe kanë vejë. Këtë vjen vejëra këta ishe si ujku ndimen. Qysh o të orë sezona, ku po flas për 2 dhe më thonë kështu. Ka zonën e qysh jeni me këtë vit. Mirë shpetim, mirë, në pret një sezon e ngjeshur, po. Shpresoj ta kemi shëndetin, Patjetër. edhe t'ja dalë bon, sepse kemi një obligim shumë më ndaj dasmorëve,
që duhet me përfundu ashtu që është mas mire. Në ditën e tyre që e kanë të veçantë, e kanë ditë gëzimi, e kanë vetëm një natë, edhe ne kemi mundu me bë ma të mire, për aty në mi u met një kujtes, një natë shumë e mirë dhe pa arrume. Dasma në Kosovë bëhen të mira, po ndohet. Do më thonë, kanë avancu qash shumë sa të mërmenja, a je në koncert, a je në diskotek, a je në dasëm. Çdo vetë po ka një ndryshim, vjen nga dale, po ndryshojnë, po mendoj për të mirë. Sigurisht. Mas një dhe qiftet kanë kërkesat ndryshme. Në vërtet. Gjatë që e bën halo ma interesante dhe ma të veçantë dasmen e tyre. A ka një sen që të ka bevasu pëse dhe të më ndohë në dasëm kja për shumë? Se ka nisme një këngëtar, tash janë 5 këngëtar, ka u hes dasme, s'ka të pona, ka vishë edhe kasap, s'ka me prej lupën që aty dhe me hamër dasmur direkt. Thonë drejtën ka pasu i raste, pëse për momentin në ashtë dhe s'po muj me perceptu se cili, mirë po, ka njëherë mbagi kur thojmë na popullin e aftofin. Interesant, Ku ju ka rënë men kjo? Po dhe... Ma e veçanta është shpëtim falqe. Kur të vinë me listë. Me minuta. A bën që të kongë që të kohë. Oke, kuptojmë atë pjesën e hyrjes. Të urtën ato, normal, dëshirat e ty. Po e pata pot një rast, erdhë me listë komplet edhe tha që to kemi kënu. Haj me listë. Ashtë leve që to, edhe ashtë unë i kry këto edhe shkoj për unë i kry të mijat. Që sa ko Arbër jetë të bo muzikë. Arbër është këntoj i rinë, këtë i ri. I ri mëse bazat me dek. Po në këtë rrugën e muzikës, tash ka fillu me njohë publiku ma shumë me pala pëse djali kënë në mëti. Që sa ku? 12 vite jam shpëtim. 12 vjetë? Po, 12 vjetë. Shumë bre. Marë pjesë në përdasma, nga hengjët ndryshme. Bravo. Lindit, që sa të kënu? Unë e ma shumë. Shumë se Arbri. Jo ku më ofru diku 20 vite po. Sa? Po unë kam fillu shumë e rej shpëtim. 20 vjetë? Po, kam fillu shumë e rej, do me thonë në dasma kam dalë, mos them fmi, po baja geri, kështu që po i nëmëroj prej asoj dasme spar që di që ka marrë pjesë, veç jo kom ofrua. 20 vjetë, a? Po. A ke mendu që kuja ke njësi ki me që ka zgatë për shumë? Ose a ke njësë hajtë për njësi një herë tani ta shoh? Kam qenë shumë e rej shpëtim, për mi mendu në ashtë ato gjana që po kërkan temi u përgjishë konkretisht. Në ashtë akun fillu, hajtë se po e boj, hajtë edhe një. Qefi muzikës, a që e dojsha muzikën shumë, se pa e do ashtë asë një profesion nuk shton e lire ma muzika që e donë vullnetin, e do punën shumë. Kam fillu si me pasën qef, hajtë këndoj, mirë po, u bo profesion. Po, vërtet. A ke trashëgu për dikujna a jetë ti e parë në familje që kënisë me kënu? Jo, nuk e kam trashëgu vlane, kam muzikant, e cekum shumë herë Muhameti, që është një muzikant shumë i mirë, në atë dytë mirë po, vetë talenti. Vetë? Së është diçka që kemë pasë. Dhe më thonë nuk të kënon kërkosh të shpia, baba, nona, ogja, daj, hiq? A kemi lënë trashëgim të fëmija, jo? Po nëse ka vajzat, nëse veç e kanë talentin, po dhe qefin që thashë dhe ma i vullnetin, veç kanë me pas një shtytje prej meje, një ndihmes të madhe, po nëse nuk e kanë talentin, problem shpetë. Heja, ma vështire kanë muzikë femra ta moshkujt. Qa për jam mërmendja juve. Kushe ka ma vështire muzikë? Allojnë, sët, besoj që femnat ma shumë e kanë problem. Ma vështira? Po me në jone. Po pëse? Ashtë tu janë një prej fillim, mu regullu, na moshkit pak ma shpeti krymë do. Po moshkit qillojnë do. Po kështë pjesa pamjes, faktikisht që kjo nga merë ko shumë. Mirë po, kur je dhe familjare, je dhe non, është ajo pjesa tjetër që është ma vështirë. Pa, që shjallë. Shumë ma vështirë. Mirë po, kur mundosh mi majtë të dyjat në balans, edhe familje në jetën private, po edhe në muzikën, karierën mirë, është zarë se të dyjat me jetën një kosisht, a kuptan? Po është knatësia kur shkon shpi, edhe e lëp, e këpët, që parët, bani qka dani me po. Po edhe thu, wow, po për qita po mundohna në fundit, a pëtin është knatësia, mirë po, është një lodhje. E shë Arbri është familjari, ka fëmijë, mirë po e ka bashortën që kujdesu që është mas miri. Po, sigurisht. Edhe nuk ju mungon asë gjanë, dërsa unë du të me shu së bashku me bashortin gjatë që i fëmijët na jesin pakës, nuk mesin keq, absolut, so në rrithem gjithmonë për intervista që e kam pështetjen e familjarve, pështetjen e prindve të mi dhe prindve të bashortit që gjithmonë jenë kujdesu. Apo i tërë me vjerë? Jo, kam jetu. 10 vite kam jetu. 10 vjetë? Mirë po, nga ti ki nashta? Tashi nashta, se di 7-8 vite që nuk jeton. Nashta i ki nga që aty, sa mja u qufë mi në kollaj. Jo mirë. Kur në kollaj mja qufë mi në vjerës, dhe më thonë, do këtë afer se të pështonë. Vala i shpëtim e shosh që kanë qef edhe ata i dojnë shumë, edhe ajo ma bon shumë atlet, atë punë. Kështu që edhe më kanë ndihmu, unë jam shumë mirë njohëse për gjithë shka, jo veç kur vjen punat e fëmiju.
ju jam mirënjohëse prindve që nuk ju dalim hakësh që thojnë kur, po edhe prindet bashortit se për një me vajza më kanë ndihmu shumë, edhe po vazhdojnë me ndihmu. Që kjo është e mirë, domethënë, kjo është hala më mirë. Ora para ki virë nga ti? Unë për fati kom në pej, larg, paja gjele. Se kishëm larg, me qu fëmijët të dojtë vetë. Me një shtëpi, jena bashk. E pas ke let? Edhe, po prapë se prapë edhe kur kem nevoj najherë, i kom prind naj pushim a dikun. A jeni të kënaqur me jetën që e bani prej muzikës? A jeni të lumtur me këtë punë që e bani? Po, në për vetë jam i lumtur. Faleminderit Zotit. I shkon shumë gabim nëse nuk i shumë kanë të kënaqur këtë pjesë. Punojmë shumë, unë punoj shumë shpëtim. Edhe mirë është, shpresoj ta kem shëndetin, edhe të mund të vazhdojmë kështu. Punon zoni. Punon zoni se ju keni armën kryesor zonin. A keni ndaj pasion përveç muzikës? Çka bëni në jetë kështu? Çka bëni vëlla kur jeni në sezon ju? Sillu pështillu ka muzika. Prapë muzika? Sillu pështillu ka muzika. Orber? A kene profesion tjetër? Pyetja ma e vështirë për mu. Pse, s'ban kur gjë përveç muzikës? Mira, përveç me muzikë, çka të kom ku, mundësi, mënona diçka me kriju, mënona diçka me ndëgju, diçka me përpunu, diçka s'ta. Naj punë dytë nuk e ban? Punoj edhe në punë dytë. Çfarë punë e ban? Punoj me një korporat është e Kosovës, produkte të Kosovës e prodhon. Janë çfarë korporate? Korporat të Kosovës. Në cilën korporat? Korporatën Ujë Trugovës. Okej. Që sa ku je? Jam që 4 vite. 4 vjet. Lendita ke punu herë një jetë përveç muzikës? A e kom punë? Kam punu në Arsen, për ndryshe jam profesorishe gjuhës shqipe, master kam përfundu. Kam punu, po për momentin jam pushim të lindjes. Do më thonë, ti vazhdoj me punu hala si profesorish? Po, vazhdoj sepse qysh e re, prindrit shkollën mos ma leanash, muzikë. Bravo. Okej, e kisha mbështetjen e tyne. Edhe gjitha tu vite studime, master, edhe s'kam dasht as ato me lana anash. A ju kënona herë në zonë, për qef? Jo. Për një me ha? Bile nuk përmeni as muzikë në orë të mësimit. Jo, bre. Jo, se është shpetim kur jam, ndasëm kur jam muzikë, fokusi veç në atë pjesë. Po. Ndërsa në punë, si profesorish, ose arsimtare, ose qa do që qysh doni me thonë. Profesorish, shkollë me asë. Fokusi aty edhe nuk kam qef me dal prej asaj. A të karon e herë në zanë me martu? Me kënu ndasëm? Jo, së në zanë sa? Jo, a? Jo. Para me në. Është herët, po besoj, hala për me orë për hala si në rritë ata, po thu për me orë, ama para me në me të kënu, profesorish a gjuhë si për ndasëm. Thonë, ti dres, neshe ke pasë. Unë po thëmë që i daloj shumë mirë të dy gjana, dy i menagjoj mirë. Apo mësojnë? Mirë është. Mira, a ke ngellë në herë në një zanë? Jo, e kemi gjuhën Shqipe, unë e kam diçka që... Që ata mos e ditëshin. Jo, është... Po mënoj gjuhën Shqipe është këgja fëti me ditë, mirë. Po. I ka komplikimet e veta, edhe ajo punë, edhe ajo lëndë, mirë po unë, po menoj që edhe maksimumin edhe ato derisa te di që e kam përvetësu këgja mirë. Që i bjenë qofë se ngellë zonë si ki ngellë bashkë ti me ta, s'na ke shta se gëllo bashkë maksimumin, a? Do të me jebë maksimumin, mirë po më varet shumë mas neve për incansa. A kështë po vetën herë për mësus? Frengjesht me dhonë. Di e but dyqysh. Pa gëllë jam nervoz, ja, kështu. A je nervoz, a? Me pas raste me fmi me u marë. Po. Tash, kurse banat punë nuk e din, ashta mu i mësë nga qëllu. Po në kur me menu atë sen, e di që kësha pas pak problem. Se si të më buon 3-4, që që i ngësht. Pro bashkoj, a ban me dalë. A ban me dalë. A bojnë nervoz në herë? Të dytë, a bojnë në herë nervoz në ditë? Pa tjetër. Për çka ma shumë? Pa tjetër. Po i di shpetim, varet qysh prej situatave, qysh... Po, kështu në që të mundon as, okej, jam në shpe, ato nuk diskutohet. Jemi renda shpisës, ato nuk i as vjelimi cek. Ato janë të kështu po lidh në prap të profesionin se dikun tjetër, mundona me mbajt vetën. Për shembull, vjen muzikanti ndasëm, ose vjen zërimi, ose e ke hub datën, ose... Ajo jo une, po gjithë se cili shumë bo. Ashtë për thënë herë, po të vesë. Ose stresi ma shumë, se... thash, kini obligim ko gjatë madhë. Edhe krejt drejton të këngëtari ose këngëtarja. E vërtet. Qa do që ndodh, e ki te atë barën, si për mirë, si për keq. Si për keq, po, edhe për mirë i këdosh edhe për keq. E ajo normal që edhe ne ka njerë bom nervoz, edhe mos me shprej të publiku kam qef. Do të morujt shumë. Po, të publiku mos me u shprej aja. Çka të bën nervoz, Orber? Si reflektesh. Çka të bën nervoz, la ty? Fallojnë. Dhe që e ki tipin e kështu si e temperament, je qetë.
Po, këta që janë që e ditë ku shpërthejnë, këta janë si... Me vetë ata në shpi, të kalzojnë. Thojnë, merën janë një moj e she. Po fikë e shef. Merën janë një. A shpërthane he kështu? Jenë në vëza? Valla, jo shpesh, Okej. se munona me pasën kontrol. Po, ki dhe të bonë ti. Po, kjo e vërtet është. Në rast fundit e kum pas një herë që e kem pas një vones me një sallë dasmave kur na shku. Po vanovo pak, a? Jo, me të thonë drejtën vones pe quj, masi veç na thanë qashtu, se na vonu më 10-15 minuta, ata i këshkap stresi ma. Po, i kap. Po tani, pak prakt shpërthimit edhe është me nalë vetën, me llogarit ato që kish gëzimi tyne edhe me adin me pas në i keq kuptim. Po nuk ish as pronari i dasme, sa kupton. Ish krejt i sallës. Që kjo vonë më ka ndodhur kështu që më ran men me të kujt me Ki ka pak kështu trok një fanë nervoza, po. E ha vetën. Me na gju, po shumicën e rasteve nuk flas hiç. Tërhekna. A shpenzoni më parë shumë ju, artistat? Pa si krejt me të. Ka pak lëndit, a Me shpenzon? thon dikush shumë, Sa ka njeri shpenzon. edhe ajo është. Po, në çka ma shumë lëndit? Për bes, ndoshta në veshje. Po, femrat është deformim profesional i gjinisë kështu, femrat shpenzojnë ma Po shumë. që ta thëm drejtën, ma shumë jem të marrë me këtë pjesën e fëmijëve, po më do këtë krish shpenzimit, po më shkojnë ato. Të fëmija, Po, sepse më ka ndryshu, pak a shumë jeta në ndryshoj me lindjen e vajzës edhe gjithë shka po më do këtë ma ndryshe se që Që sa kita është vajzën? Vajza i ka mbush 5 muj. 5 muja, E me vogla, gjatë pas. ndërsa e madhja, faleminderit shumë, e madhja ata është në maj, 27 maj 10 vite. A di shqiptarët vesin, a kini me bo mo, a di kështu një farë pyetje rutinë që bëhet. Fillimisht i pasë e gjatë të dyja, Faleminderit inshallah, faleminderit shumë. Gjithku inshallah. që vinë tjerë, që vinë, juni 3. Qa do që vinë, mirë se vinë. Po, ata vinë, po dëne mja bo hizmetin jo. Sa ata vetë zvinë, këtë që, se mos mushtu ratë sa mirë. Po dhe po. Arber, Ona. me na kënu s'tashti. Ha? Të kismet, po. Një palatë kështu, Me knatësi. shkrime. E i gati? Kot. Hajde pra, e gati. Të shikojnë fotografi, buzam dridhet, syrim qa, mbushet zemra, plot mërzi, se ty nanë moj s'ta kam pran. Të shikojnë fotografi, buzam dridhet, syrim qa, mbushet zemra, plot mërzi, se ty nanë s'ta kam pran. Sa herë luteshe për mu, që mu zoti me mu dhëzo, shumë dajte jenon, kam gabu, kam gabu. Sa herë luteshe për mu, që mu zoti me mu dhëzo, shumë dajte jenon, kam gabu, kam gabu. Më fal, o i nonë të lutem, më fal. Më fal, sa herë të lëndova me fjal. Më fal, sa herë bërtita, më fal, atëherë nuk dita. Më fal, o i non, të lutem më fal. Më fal, sa herë vërtita, më fal, atëherë nuk dita. Më fal, o i non, të lutem më fal. Bravo. Arber, në zemra? Faleminderit shumë. Na kënaqë se mërsonte? Shumë faleminderit. Ha? Shumë faleminderit. Baladat i ki kështu specialitet? Vallai më shumë flajnë shpirt. Pse vëlla? Ki pasën të Na kalumet, populli vujtën jem. ki pasën e kalu për na shqiptarë, na me lajë me vujmë, më thonë, ta shumë motin shqiptari kanë. Jena të vojë shumë, i prekëm tel. Qashtë. E pse bash baladat? Vetë shumë flajnë kështu për shpirt. Për qef. Për qef. Kush këna mirë si pas teje? Ka plot. Po nja 2 bili për men me shtu. Në qëtë në zetë. Mohat s'po di tash me qitë ciklet se Kush kish kënu ndasën për pyetje shumë? për 1 milion euro. Kush kish kënu, a mi 500.000 leje. Po të anëroj pyetjen.
Kush kish kënu si pas të e ndasëm? Ndasëm tem. Po. Unë ndasëm më pas yllin. Yldemaj. I gatë. Ju një katuni? Edhe një katuni. Bravo. Edhe super vokalist. Yllit fala, yllit e nonës të yllit e se kem, dhe më nej babës e i kem shok, i kem respekt për atë familje, janë të mrekullueshëm. A janë një familjen po? Po. I gatë. Po ne ka gaj për zgati kështu se shumë i gatë është. Po ujt e vrellës. Ujt e vrellës. E pse ti si zgat pak? Unë kom di pak të vrellës, pak të fejës. Kja vrella diku në zgat, diku në lentaman. Unë me të azare as grej. Balada specialitet, a ka ma shumë bakshesh në balada? Ajo? Vallai këto e bëj për shpirt, kur të kënoj, jo veç baladat, po këtë kongrit, bakshishi, baki, lumë edhe aty. Si të mshel balada? Nuk di çka vjen. Tu meditu, nuk e di kush më t'i jep. Kush la më 500 se ishte si ti po ta mshel. Lëndit, apo vëzit shpejt që ashtu halo? Jo. Jo, ma, ha? Ja, e lash, ma, e lash. Kelon, maraklike e kjereve është Lëndita, për ndryshe kështu është e apasionume për i kjereve. Halo që ashtu i ki marak kjereve? Tu ka hek qefi? I ka marak, po se di që do ditë e fundit të regova që... Jo, tash e pas ke beben, tash me kujdes. Po. Se inshallah që t'jes ta ko bërë që kam dishka se mu ka kap se disa e kështu që nëse më shelit të mundu me ndrejt. Ti shumë zilëzije, dhe më thonë, po të përzit me ori, ja takës. Ja, ka marak në ori, Lëndita, vëndryshe edhe në kjere. Po, edhe këta e kanë, okej, nështë nuk e di. Sa është shku kila e orejt, s'ta shadin? Vallaj shtrejt. Edhe sa kila i kita, shpitja tjetër. Shtrejt. Veç e di që shtrejt. Në 10 po thojnë. Dhe më thonë, kej ka 2 qepet shtrejta, edhe kjerët edhe orin. Lëndit? Mirë është. Sa po vëzit shpejt? Nuk e apo dërën policia, apo bene herë në radara? Pa i shpëtim nga ka ndodhë gjithve, me ranë radare, me në nalë policia, me bana i gabim, ato këtu, vetëm se njëri do të me urujt, mës me ndodhë diçka e madhe, mës me rreziku dikan vetën e gjithë tjertë, se ka pak gjithë dhe di që 280-300 nuk o shumë tash, dhe kje rrugë të mira, dhe më thënë. Mës me ka në i shkelje e ligjit të randë, se nështë ta për të timat, diçka s'po flasë, ma shumë se veç. Ku ka ligje, ka dhe shtigje, mandej, edhe ato për moshkeljan ka pak. Më thonë, po i shkelje ranë, mandej është... Dishka që nuk është fatale, zatë më se ba. Unë zëtë, unë edhe na po lupi për e këtu që mësë më konë një aksident në Kosovë, s'ka konë në botë, se po ndodhin plot edhe, normalisht është edhe shme. Kështu që ti, sa të mund është graj, policia janë për që të punë, edhe, ja, mësë, të kam që bengus pak, se nuk vozit shpejt. Së është problem, se këta e dim gjithë, dishysh edhe gjithë ma bojnë këtë pyetje, jo vesh një intervista, apo ku do kush ka i. E vetë dhe këngëtarë që zvanë ndasën, për shpejtësis vjenë, më thonë, para dasë morë, para... Qita dhe unë të tankuën, po ndasëm kam e shku qysh. Para aty në stafit, shpejtim. Zvanosh. Nuk e di vënesën e kam... Pick-up. Mos me uvonu është fjalla, jo, me uvonu. I thëm dikuj në 2, në 3 është e pa mundshme unë e dona se që është dalë, veç mos me uvonu. Edhe hiq nuk i du njerëzit shumë që vonohen. A keni nëj vezvese? Është profesioni është i tilë që unë kam qef dasëm me shku shumë hiret. Po i marim shembull dasmat, masi... Jonë ma aktuali dhe boj ma shumë. Jem të shku për i tyne. Po jem të shku për në ngrenë. Po në gjithë shka, jo vetëm dasma. Bravo. Na i që ke pytja? Bravo, ke pytja që na i vezvesa a keni, në i ves, që e dini ju, nuk e din kërkush, ose a flet jera, ma dhe qoni jera, se një vetër kur, si të flej, ma kur gjësni. Kur sa në heqë, ma gjësdek e thojnë. O brej na i ves kështu të mirë që mundi me pasët njerë, tonë kanë nga një ves njerëzit, njerëz janë, tonë kanë nga një behane. Odin behane. Po në është tu mundu me qenë perfekcionin disa gjana, dhe di që perfekt nuk është kërkush, nuk me qenë asë një, përveç Zotit. Po në është qaj e te për ta ka një herë që tu edhe ma shumë, edhe ma mirë, edhe ma mirë. Kjo, pak ka njërë nuk është mirë me qenë. Ta një synit, bëjmë syt në kushe. E nuk është mirë me qenë, për ndryshe... Ka diçka që specifike. A besonin Zot po? A besonin Zot po? Po, pa tjetër. A gjëroni e falni e këtu, Orber? Unë a gjëroj. Po, bravo. U falë gjumon, që e fali. Se të ngatë ka si lu. Gjumon janë ngatë. Ani, bravo. Lëndit, me naknu, edhe i kongë stash? A pajtosh? Pa tjetër, me gjithë qef, me qefin ma të madhë. A, sonde nuk e ka mene milë shullet, ta i në orë 2, thënë hajtë se ka përcejmë, po s'pa loj, ka gjagatë sonde. Në shkojmë? Pa tjetër. Hajde, Lëndit.
Kisha dasht me preke dorën që m'ka shkrue, kisha dasht me preke dorën që m'ka shkrue. Shtoj lohtë e mije, ndroje dhe prese, por këtë nuk e tije. Dy lotë të saje, ja shtoj lohtë e mije, ndroje dhe prese, por këtë nuk e tije. Kisha dasht me I pae, sytë që kanë lotue, kisha dasht me preke dorën që m'ka shkrue, kisha dasht me preke dorën që m'ka shkrue. Kisha dasht me prek, hej, dorën që m'ka shkrue. Faleminderit shumë. Të kënu zama lindit? Faleminderit shumë. E ke kënu, bravo s'koft. Ja mundu. Një kongë fantastike e Shaqës, e miku tonë që I bojmë të fala prej këtu në Bruxelles, ku është në Kosovë, besoj që në Bruxelles. I bojmë të fala dhe I thonë hajde se... Gjitha kongët e mira. Shaqë është edhe këngëtari I mirë edhe njëri mirë. I ka të dyjat. A pe keni problemi kënu kongë të huja? Po... Edhe që fa ndjeni është mjërë kënu kongë të juja tani? Varet prej këngëtarve, disa reagojnë ndryshe, disa ndryshe mirë, po këto gjana shkojnë me marrëveshje. Edhe këngëtarë të mdhaj nuk reagojnë kestë, reagojnë mirë. Ato vezdit që janë kështu dhe farma dreqen, ka pak reagojnë. Kështu që me marrëveshje shpetim gjitha, mirë është, jo mirë, po duhet pa tjetër me marrë leje autorit të kongës, edhe unë isha ndi mirë nëse një kongë imja ish këndu, pa tjetër. Nuk e kësha pa problem, mirë po, me lejen time. A jeni gjeloz, kështu, gjeloz të kolegët? Qka të them, shpetim... Me mujtë të gjysën I kisha? Jo, riskun gjithse cili, e ka riskun e vetë. E vërtet. Ajo që shkru me qene imja, nuk mund më bërë kure dikuj tjetër. E vërtet. Unë kisha me thoni gjelozi që të shti me punu ma shumë. Po, pse e boni filoni I kongë, pëse unë se vaj? Po, Gjelozin të shtin ma shumë. Jo, dishka që ti mund është me shymë vetën, hajtë se mirë është, hajtë se mirë, hajtë, s'ka ma të mirë, jo ka ma të mirë, gjithë ka me pas ma të mirë. E vërtet. Edhe me punu sa ma shumë, ju arrit asaj që me ndoti që është mas mirë. Kështu I noti s'keni, dhe më thonë, a foli me krejt kolegët? Unë e kam... A foli me tonë, po? Unë e po, gjithë I kam meq kolegë. Përveç yllit? Jo veç me kolegë, po me krejt njerës që ka I një, nuk moj me u prish me dikon, nuk moj mos me full. S'ta bëjt keqen, s'pa bëjt keqen, shkojmë që ashtu barazim. As më nguci, as mi nguci. Me krejt e ka mirë. Si barabardi qysh? Besoj që ajo është ma e mira, edhe mirë kaloj me krejt, s'kam na e farë probleme. Unë besoj edhe kam shumë bashkëpunime, Nina si këngëtare bashkëpunimeve, kjo të tregon që për një me kam raportet mira me gjithë. A I një rejna herë me nëjë kolegi? Jo. Të lonë mazdonë, shimit e grondi nesër. Kur po ka shumë këngëtarë kështu në për evente, po është ma leta ma vështirë, se do edhe si pranojnë të këngëtarë të dytë, ose të tretë, ose... Në raste, po është ma vështirë pak,
Pse? Na pe kema atë repertorin tonë. Po. Përgatitjen tonë. Po. Kur po ka plot këngëtar, 2-3 sado që ti ka ftu dasmori. Po. Tani ato ty po të hupin ajo pjesë e repertorit të smunësh me minejt gati me përmbush ato. Qasht. Tani pa me diçka keq që unë po menoj spaku që jetë diçka që se kum knu ose në pjesë ose diçka. Po kështu në total si të është dasmori i kënaqur, ajo është. E ç'është pja bani për natë me kënu. Këto është për natë me tajt në gjumë në orat 10 deri në mëngjes është lodhje, leje me kënu për natë. Janë 2 muaj. Po. Jo, krejt plot, dverës. Kështu që po do të thonë janë 2 orë. Krejt fokusin edhe energjin. Ç'aty? Ç'ato shpëtim. Besom ditën jam çaq e lodhne, çaq ka njerë nuk jem gjendje me mendu për shkak se është shku fokusi, shku energjia në mramje, edhe për ime kur marrë mikrofonin ka njerë e thom, adin, wow, adin njeri për ime ose për këtë punë ose nuk është. Del në skenë edhe ti e jep maksimumin. Nashta jemi të lodhën, po të dasmorin nuk verehet aja. Se gjdo punë është e lodhshme, po kjo jona për ime është një orari gjatë, janë udhëtimet, ushqimi është pa kontrol, a kupton se s'kur si e më të ndryshon gjithçka. Të hongër natën. Udhëtimet unë ma shumë kam dasma edhe në Maqedoni, Shqipni, në Kosovë, vende të ndryshme, e kjo po e bot vetën, edhe udhëtimet, 2 orë ma herët mu pregadit, mu bogat, ju në si këngëtare, po do të me qenë tip-top në skenë. Do shta edhe 2 orë pjala rrugës, kur kemi 4 jashtë Kosovës, me shku 1 orë pak ma herët, që pak me ushlodh, me orkestre, me gjithë shka. Që e bje më njësë në 12 kjo, më njësë në 12. I bjen që shkoj dita, gjysma ditës edhe nata, thu se krejt. Qka kishë ndodhë mësë me pas dasma për shambull të këngëtarë, qka ishë bo me këngëtarë? Ti profesorish, okej, ditarin nërës tjetë në shkollë, orë bësha kështë e bo më rëllo? Po e kësha gjithë në ashtë anaj punë. Ka ke edhe njëtë korporatën? Ishim gjindë, të qysh ishim gjindë. Të qysh ishim gjindë, kishim kënu për qef. Punë të shtetit, dhe më thonë, është një farë ndjeni me punu në punë shtetit, një farë sigurie, është një farë ndjeni, në ashta, i takon të kalu më s'pak, po adin, na kena mrakë me punu në punë shtetit njerëzit, nuk e di pse, është një farë letësimi për rogën atë qka është. Është e mirë, unë për vetjo me knashne me atë punë, është shumë mirë. I kanë rritë pak do kështë ashtë ditë të rogët, a? I kanë rritë pak. Nuk e di, nuk e shofim të ashtë di. A takon paga kur jenë pushim të ashtë të Leonis? Po, takon një pjesë, që është ndame me muj, takon një pjesë. Okej, a më ndo pagën, po, mirë. Dasën verës. Verës që keni paga, të më thonë 12 mujë janë paga të arsimit. Nëse s'ga baj. Edhe nëse jemi në pushim, po. Pa më ndonë ngosht del paga. Pa më në pi dasme të këshira po del paga. A dull! Të thonë, ba dull bendi, dull paga mirë, po. A keni kredit? A keni... Shkunin kredit, shkunin. Po dhe i merë kreditit, i merë kasën të merë. Shkunin. A keni kredit? A ka shqiptarë që s'ka kredit? Okej. A keni kredit të tja? Ja, s'kemi. Për në me, shqiptare po? Do shta dhe kemi. Shqiptare po? Po për kemi shqiptarë, kemi dhe na kemi kredit. Bjene mirë këtë thirë monga në herë, keni vanuar kasën 3 dit. A moni me këthy. Me qëllu bakshishit me talë mesajë. A ju ka thirë në akosh në herë ndasë, mëse dikon me kënu me kompenzim, për shambull. Jo, si nuk kam ndohë. Një kamion. Zalë. S'ka ndohë të më thonë kështu, halo. Halo, ju. Jo, së më ka ndodhë me... Ka dasma që kam shku edhe pa... Pa lek? Pa lek, për shkak se është lidh me diçka kështu të dhe kemi ba, pa tjetër me orkester edhe me gjithë, ka pasa si dasma, mirë po me kompenzim jo asë një. Unë mendoj që e kam saktu një shmim që i dalë zotë punës që e bëj, i kapshëm, edhe me rëndësi është që ata dasmor me oda krejt në fund të knaqën, edhe ato pare mi marë halal në fund fundit. E ja është ti me këtu në familje, për shembull të familjarë, shtu kujnë një krejt i kiton njëfshëm, adin plus sola këtë njëfshëm. Nuk e di shpëtim qysh është e arbrit e të tjerë, po mu më duket që është pakës ma vështirë. Monema? Ma vështirë më duket se... S'ka pak shesh? Ata s'qesin t'i shuftut. Veç këshyri na i fjallë. Po dhe... Se di, nuk kam pas fjallë, as nuk kam pas në ras, po ne nuk e di pse jam ndi ma vështirë diçka që më kardë. Po, ose tonë njëfshëm aty, qysh? Po, ndërsa këtu ndasma tjera është... Gjithë i ku marë me stres të familja. Të familja? Tash me folë realisht. Dvin vese për zdytë, rënë, qyshie. Por ajo knatësi është, i ku marë me stres se kom pas qef me shku gjithë shka mira. Sikur të krejt, po të familja. Po jo, në më knaqë gjithë mu kom kalu mira, me stres i marë shumë. Kur të vje punat të familjarë që pa ta nësë pagujmë bre të qysh, familjarë. Ska rëndësia e pjesës. Qysh ska rëndësi, le folja në këtu publik, ka rëndësi shumë. Dhe më thonë kja ka tepë, kjo është
pika kyqe. Ka shumë rëndësi kjo punë gjyqjo, por janë këtu, zemra jam, ha? Po, njëm komanda, pet, për fundim, kur të është me dojë, me tezë, Holla, doja, tezë, me tamurina, lug, po, për në me kja ka pak vështirë të nuse të këta. Po, në plus dhe familjen e burit anej të shku të knu. Po, ndion, dhe më thonë është munges e theksume bakshishit, është problem. Bakshish është i mirë se t'jep një farë motivi me kënu bësej. Nuk është gjithë shka, po kur shumë e vërtet. është respekt. Është dhurat. A di nëse veç Sa e mash po, edhe mrejeti dhe dhuratat, dhe më thonë është. Po t'lutna. Edhe nuk kthehet dhurata, s'kthehet, qa do që tash. E vërtet, edhe më thonë sa ma shumë që jep një me durët vetë zotë ja këthejnë, kështu që jep një dhurata sa të mundi se... Shpetim na pagumi për që ato që shkojmë ato. Edhe une më mundona me kry punën time që është mas miri. Bakshish është i mirë se ardhun, tash nuk muj mu ban ajo s'dojmë e dojmë, mirë po është i mirë se ardhun, pse jo? Se sa mirë për vetë qika, bravo. Do me thonë, une e duat pjesën që nuk du me ma marrë mendjen ajo punë. Apo kuptan, se mun është me një dasë me marrë bakshisht, mirë marim, po në tjetërë nuk ka, dhe ndodhë që s'ka heq bakshisht, edhe nuk do të thot tash unë ati mës m'ja bo mirë, ja, nuk vjen shpreja. 20 vjetë karriere ki kriju stabiliteti, nuk shkon për atë pjesë. Ti shkon me bo më të mirë dhe e bani, se unë ju ku po në për dasma dhe në për evente ju një fantastik në punë juj. Kjo. Shtu që aja pjesë më ndoj erdhë mirë, serdhë. Mirë, është okej. Jo, bash mirë, po pra vjen. Apo në ashtim pak me vujt qëtu, sa jem qëtë humor pak, me graci. me na dhoni dësht stoftë kështu. Me graci. Hajde. Festo pa mu dashni, mos tanin veç kna quti, të lumë tur gjithmon kam dasht me t'pa. Edhe pse s'jem unë dhe ti, një dhura du me ta ba, dhuratën për ty e kam dashni. Festo pa mu dashni, mos tanin veç kna qutit, të lumë tur gjithmon kam dasht me t'pa. Edhe pse s'jem unë dhe ti, një dhura du me ta ba, dhuratën për ty e kam dashnin. Hajde bravo! Bon pa buke, bon pa uj, po pa ty vallas po muj, qysh me harru dashnin e pa. Edhe pse mu pas po muj, një mesazhun po ta shkruj, knaqu ti e unë po muj. Festo pa mu dashni, mos tanin veç kna qutit, të lumë tur gjithmon kam dasht me t'pa. Edhe pse s'jem unë dhe ti, një dhurat du me ta ba, dhuratën për ty e kam dashnin. Festo pa mu dashni, mos tanin veç kna qutit, të lumë tur gjithmon kam dasht me t'pa. Edhe pse s'jem unë dhe ti, një dhura du me ta ba, dhuratën për ty e kam dashnin.
Cili është ma i bukur, i durësia Berati, Korça Manastiri, apo Rozafati, Butrindi harruar me Apollonin, Kruja e beku me heja të tjerat vin. Zoti pas ka thon, motra edhe bia, ke vetëm një non, heja jo Shqipnia. Zoti pas ka thon, motra edhe bia, ke vetëm një non, heja jo Shqipnia. Cila është më e bukur, struga atë tova, plava me guzin, peja Gjakova, mos harroj Prizrenin, kryeqytetin ton, arten e Breshevën, hej Shqipëri thon. Zoti pas ka than, motra edhe bia, kem vetëm një non, heja jo Shqipnia. Zoti pas ka thon, motra edhe bia, kem vetëm një non, ajo Shqipnia. Vorë për nashtinën dhe i për zjalli, pa. I kini ranë fije shqiptarëve, në më thonë, i kini prejkë në varë. Shtë sit, vujtjet janë trona. Unë që jo vë shqiptarë, po që ka pjesa e Ballkanit për dashni vujnë fort. Kush në fije si ka rala kësaj punë, e thello kja punë. So thonë letë vujnë, ju kënane, qka kena me bon, a rendit? Qështë thoni ju? A merni me njerës, ajo shkru njerëzit, ajo këtheni mandej. Po, mësh. A? Lendit? Shumicën e rasteve. Disa raste po, Kur shkrujnë mirë, ja u ktheni mirë. Okej, unë e kam faqe, numrat e telefonit e gjithë shka në rrjetet sociale, që njerëzit shkrujnë për dasma ose për nejat ndryshme. Po, pa tjetër, po me këtë pjesë merret edhe bashkëshorti, ma shumë, me këtë pjesën e... Mirë po, kemi edhe komplimente marim, qka bëj me lexu, kemi edhe kritika, kritikat jam shumë shumë dakord kur bëhen. Me vend, po me vend, ose prej një njeriu që është adekuat për ata që po të kritikon. Po jo, diçka e momentit që vjen edhe nuk e din as historinë time, as kur gjë heq edhe fillon edhe fol që besom ka njerëz më për mua, unë jam që kjo. Okej, bile mendoj që zot më dhona sapsin me fol me ta. Po flasim për këtë pjesën që na motivojnë edhe na bajnë me qenë ku jemi. Ata meritojnë mi falenderu që falë atyne na jemi në skenë edhe punojmë derisa të mundemi. A ndikoni për komenteve kështu, ku janë, ka njerë trauna janë se, për me ka njerë trauna sa ajo në pijame, shkruun kështu të hongër fara, një 20 komente t'i qanë, dëgja, nëse thamë s'manin, nuk është... Po se je njëjtë, mund t'anin. Okej, kemi ndjenja. Sigurisht. Edhe, mirë po, në fillim jam diku pak ma shumë, tash jo, me të drejtën, sepse ka ndodhë që para një muj nuk ka folë diçka mirë për mu, dhe kom lanë, okej, se kom shly, mas një muj kish harruna ashta që ka thonë e ka shly, qa po dion, kur ja ka njësë me komplimente, e pash që për me nuk do të me u marë, shkortisht që. A vëdin, nuk ja vlen, definitivisht. Ndikojnë ka pak ndikojnë, nuk është ndjenje mirë, po ka lanë. Me bo me një mu marë, ma fell pak me to, ta në veç vetit problemi ma. Unë menoj që nëse i thup se po shkruan kështu ku mbaj e gara se unë ty du të respektoj ti mirë. Unë menoj që ka kësi adin që nashtë pra njerës ka njerë dhe dashni nuk e shprejnë kështu bashkë që është duhet e ka njerë i binë ma trup. Se më kalaj me shah. Po për shah ja adin letë është dhe e kalon. A kone në herë? A kone herë në ditë? Po. Për shka? Bili kohët e fundit mas lindjes të vajzës, ju mbo shumë ma ndjeshme në gjithë shka. Edhe këto rrjetet sociale
Po ta kam pru këtë mundësin me pa gjithë shka ka njerë dhe diçka që nuk du me pa, edhe shpesher në ashtat që s'ka të bëj kur gjo me mua, absolut. Thjesht një diçka, një video e dhemshme që ndodh realitet, jam gjendje me kajt. Shumë sidomos kjo pjesa mas lindjes, shumë jam ba person dyshysh krejt tjetër. Shumë a ndishëm. Jo që s'kam qenë, po jam ba 2 fish a 3 fish ma shumë. Okej. Arber? Unë me kajt zërë. Po me shkujt e kanë këtë pjesë Burri pak ma probleme, ka një farë kanarije kështu. Zotë ma se boft na i... Ja, ashtu, s'po flasin na për këtë punë. Që na bind për ditshme. Nuk po thëmë kajt pëse bje shi, po, apo din... Po. Mu mërzit po, mu po nervoz po, me marë për jetimet koqa nga zemrës. Po. I marë. I merë, a? Shumë i marë. Okej. Bile edhe lëndita shumë mirë për të regon. Do video, do fmi, me lufta, me dësa me kjo, adin shumë zdip se... I prej ku pikat shkurta, ndikojmë shumë. Kur të pik një lëtë kështu. Po, mona. A dilni kështu, për më në jadë, dilni na e për qef. Ku dilni, qka bëni, ku shkoni ndeti, qka hani, qka pinni, qka dini jenë, për mu janë shumë interesant me ditë të farpunë. Unë të halë, unë vishë pun të halë, unë e veç peshk. Veç peshk, pasi ju një... Jo, për kundra zi pak hajgare se i ha krejt ushimet. Krejt qa ka. Mi këtu, që i bojmë shpej ha. Që i bojmë shpej unë i ha. Në kje dhe më thonë kështu. Familja e me dhe shuë që edhe nona e kanë matletën me mu më marë. Edhe kur dhje puna për drejkës. Ti edhe pak shejesh, dhe më thonë kështë që s'len gjapa hamër. T'lan të qysh, adin. E kam një ndjenë që ullë është i pari që është i fundit. Adin, pse le qatë co bima bese gjina me gju. Alloj, da është ta keq është jo, që baja gji. Dhe nga të po. Baja gji A dilni? A del në kumë? E jeton i stogë? Jo, unë në Prishtinë. A Prishtinë po jeton, a? Prej 2009. Pse ki po këtë gabim? Në çfarë veni është i stogu? Është interesant historia jonë. Pse mo? Na jena të Vrellës të stogut. Po, ka thoni më i bukur është në Kosovë. Më i bukur në Kosovë. Po babgjyshim ka dalë në Pej. Po. Baba edhe unë na lindëm në Pej. Okej. Jem rrit aty. Moshën 15 vjeç jem ardhur në Prishtinë me familje komplet. Po, a. Edhe jem aty Prishtinë këtu kena me ka tonë keni fantastik, bre, ujtë keni fantastik, bjesht janë... Bjesht shumë të bukur që në shumë shpesh. Stogu veni më i bukur, për rafshë të gazinit, më shka me thonë? Shumë e vërtit, nuk ka ven më të bukur për mu. Apo shka në herë? Shkoj shumë shpesh. Bravo. Përveç që shkoj shpesh, atje kom edhe një bjesht këna i thuj. Bjesht mo, stan? E kom një stan shpi. Po, okej. Kombinim, shkoj rrika një muj dit. A do të thojnë shpia që janë bjesht me londire në qilë gjithë, mos me mshel? Po, mirë është. Thojnë që vjen akusht e në zonë bora, herë mrena. Po, mirë është. Okej. E vërtet është. Ta nuk e lojmë, e kim... Po dhe, kanë televizojnë me rujtë. Po të mirë po dhu. Okej. Po dalim nërë me familje për qef. Po. Zakonisht e marë shoqen fëmijë, shkoj 21 ditë kam qef mi i bo në bjeshk. A i bën gjitha? Që një 4 vite po. Bravo. Do më thonë ti për rruzat kuqe gjakut ki dhe me shit. Ate se jeni në rënë çdo vjet ato, trombocitet. Edhe shumë psiqike, shumë pushim i mirë. Normalisht. Largohesh prej zhurmës, prej muzikës, prej punës, prej tallave. Prej Prishtinës mas pari. Rehabilitim. Do më thonë ti i thu detit miru pafshim Stalin për ta. Në detin një javë ko maks, sa të bëhet mi një javë unë su në rri ma shumë. Në deti? Po nuk por ishe pak, bëllë është një javë është taban në dit. Jo, po e dit, plët shumë rrinë. Po në të panë, ka 2 javë, si bijat këtu në herë që rrishin, ka 2-3 javë. Bum do këtë shumë. I keni venin e mirë, Dugazini është veni më i mirë i Kosovës. Këtë Kosovë është e bukur, pa i ka së të bjerë Dugazini, është që këj farë uje, që këj farë... Atë në njështë të një më të bukur ka Dugazini, pa i dash me i qitë posh këta tjerë. Po, ujë është ma i egra. Qa ta shumë arë, edhe ujtë pejës, edhe ujtë vrejlës, e si më rrishë. Ti e ke prish me stas Prishtinës, se të me parajt ati e shkom fantazi, po këtu e jarë dhe ke prish, bre, me mujtë nësë me pi ujë, ku ka më ujtë vrejlës. Lendita delti? Nëse flasin për qëtu kohës e fundit, pak ma rrallë. Tash po dijet, mos i e bonon për dytë, kështë që vojza me e gjatë. Po, inshallah falimderit. Ma iret po, kam shoqëri, kam dalë. Po, zakonisht koha e lirë pak për neve. Pak për neve dhe qatë kohën e lirë po mundosh prap me familje me shpenzu. Pak ma rrallë. Po e të në Prishtinë? Në Prishtinë, po. Një parë tendenca këtë artista më orë në Prishtinë. Ko që e munimsh me këtë Prishtinë, tash do mos verës, e lypë më shku qatje të bjeshka, po. Nasi kem ton punë si këta janë në kallit të barë dhe në këta që kanë bjeshka nga.
Komunikacioni pak na ka... O Biliq, Prishtin, Që kjo? që të që zi, vnerë. A dalim pak me shetit? Dalim. Hajde. Dalim qytet me shetit. Hajde, hajde. Dal qytetun me shetit, po pa ty s'ka lën kjo dit. Më shkoj me nja letër t'qoj, por me shkru nuk guxoj. Më shkoj me nja letër t'qoj, por me shkru nuk guxoj. Po qfar mendje pas ke pas, zemrën po don me ma plas. S'pari her kur të pash ty, thell në zemër më ke hy. S'pari her kur të pash ty, thell në zemër më ke hy. Po ja u lani porosi, mos lakmani dashuri. Nuk e ka mund përinat, dashuria s'len rehat. Nuk e ka mund përinat, dashuria s'len rehat. Ditë, kënë u zemra. Faleminderit shumë. Au. Shpresoj ju ka pëlqy. Po tjetër, a bani muzikë në herë për qef, me ju kënu të shpijes për qef. Që thët burri këna me kong për qef, ose vjerri, ose vlav, ose nona, ose dikush të familjes. Po, Roll. edhe ju lypi pare. Po, normalisht. Po, a pare s'knoj, a din Çka edhe t'po? që të pone, tash që të pune kam, që të bëj? Po, se nusja e shpis, që të qaj, të knu, të ashtu, është një farë... E di se emisioni juj është pak që do të me dalë pak Sigurisht. për asaj në akomoditetit që kemi të gjithmonë të intervistave, këty në pak shaka. Po be, kur është diçka Po. në fest, mbledhemi, pse jo? Sidomos edhe ka printe e mi për shkak se dhe vllau që është muzikant, shpesh herë na nuk muj me nej, I bojmë fola, është muzikant e mirë dhe i bojmë fola për këto. Po, mitit, përshëndetje edhe... Po, pse jo? Se jo. Por bra, këna në herë gruzla për qef? Po, shpëtimon e kam një sent. Shpejt. Po. Ka pak i ndroj do gishta. Po. Edhe kënoj. Edhe qare s'gibile. Sa të knam. Drejt nos. Garant më një mosh ku të knam dikush. Knam ma një kong. Hajt në ma një kong, a dhe kështë kur gjo, hajt një kong. Usti farmonimi, ha? Knam ma një kong qëtu. Që sheni me punë shpis. Unë e kërshem për vitë. Kërsha? Allah. Ha, po. Valla, unë të shkoj punë të shpis, pra punë A, presin. vetë është mi kryja, s'ki kështu në i... Po, kam, që të ndihmon. shpetim her pasire më vjen një ndihmësme, Po. ndihmëse, që më ndihmon, po, unë jem qasi personi që... Vetë, dhe veseli. Po, kur më vete majret për vej se dashta me e përmend, po thash, gjitha gratë jemi. Ha, Atin, dhe kur ki, jem punat kështu. e pastërtia dhe të shpia, gjitha gratë jemi. O, Po. kemi që mi pas gjitha gjonat vi, që është e pamundshme, kështu që ajo vjen më ndihmon, po të nesër me prapë se Po, prapë. për shkona janë shpet vetë. Dhe me hi Prapë vetë, se prapë po duhet vetë, shkon ka të shkon,
Dhe më thonë, gatum shtu nuk e kjetë menën të shpion jam filoni, jam gëntare se preki, se që spitën. I kam fëmijë, do të nuk kujdes për ta në fundit, sone për veti se kisha pasat gajle. A gatum shtu edhe bashortis është kur që më bën gatu i shpesh qka më kërkojnë, diçka më nohna më ju përshtatë. Ja, gatum, të kështu pite eksigjona po, i den. Po, më ndohna ka pak. Mi homër thuj ha. Ushqime tradicionale unë i kam për qef. Me mos, tash mom, tash na i kështu. I kam për qef, po qa me bu që nuk është pite me spinaq tash e ka voktin. E ka tash voktin, pite me spinaq. E kena hongër dje një farë veni. S'pe të regoj venin, se kena me pas një emision, pra punë, ba kena hongër dje një pite me spinaq. Veç, baft mirë, qa me thonë tjetër? Me dy pjetë, spinaq, moz, orë për pëtë bajbe, me pakon ti, jo pitën, po të pësin e këshim hongër pash. Fantastik e shkon. Tash me thot diçka, se t'ja beson, po ushqimi jemi preferuar është. Për me a? Bine regjia, bine se e kem. A o pjek? E kem, tu pjek është. E keni bo një kongë bashk. Po. Bravo. Kongë e mirë. E kujna ke ideja, a bet dash mu bo bashka. E kujt ideja Arber, hajde falë. Po ideja ke jemja, fillim. Po. Efto mu edhe Lenditën, bashkë edhe me Blerimin, producentin. Belin. Edhe besoj që do diçka e bukur, e mirë, po pëlqejet. Një tekst i mirë, një kongë i mirë. Një rritim i mirë, një rritim kështu. Dhe që tash kem komente super të mira. Heja, unë dhe një keqe ku zëdhejës projekte, bre? Atë handi që qëto? Aj, s'na vje mirë. Po, bre. Normale, mirë, po s'do të mund dalë. Me pregadit tjetërin edhe me njëherë me dalë. Ama problem është me bo kongë mas një suksesi, ama problem është me boj kongë kur diçka ka pas sukses, a... Ma e vështirë është tash që ka me ba. Mas një kongët sukseshme, është shumë me e vështirë. Ma e vështirë, a? Me e ba diçka se ti dush pa tjetër me ja kalu asaj. Edhe kanjherë nuk është e mundshme, ose frekuencë njëjtë. Mund, si shta vështirë me kongë. Po, kjo... Shka të bëjsh falcë dërpërja, shka të bëjsh ma... Ma po është problem. Ka për një parë sikleti, janë një parë stresit, handi qysh. Dë gërryn. Qa jo? Inshallah çdo projekt që e bani ju shkon mirë, e s'ju hanë që ke pa stresi. Inshallah. A keni stres një me? Stres, një që se kuptoj që stresin. Unë tom drejten... Jam i stresu, mos e unë përmes e kuptoj. Stresi është gjithmonë i pranishëm. Varet ti sa din me menaxhu. Unë ose jam budall, ose kam diçka se hiç s'm ka pas. Jo shkëtë din me menaxhu. Thua. Se stresi është i pranishëm gjithmonë. Nëse nuk do të kishim stres, unë e kam lexuar shumë, atëherë do të ishim njerëz të vdekur, s'kem ndjenja, s'kem asgjë. A kanë fjalë në gjuhën shqipe, një gjuhën shqipe ndaj fjalë. Po ç'çi kjo që e pash? Për stresin me zaventësuar stres. Jo, unë kam lexuar fakt se është diçka që mu më interesojke, mas një edhe studimet e kam bot vetën, mirë po nëse nuk do të kishim stres, nuk do të kishim emocione të faktikisht ndihesh njëri i vdekun. Jo, njëri u lind me këto emocione. Qysh ka jeshi jeta ose kur diçka vjen kamioni tan ti kthen vet, është instinkt. Kjo, atëherë stresi është ajo, mirë po, varet ti sa e menaxhon dhe sa din me menaxhu. Unë menoj që përvoja ka bot vetën që unë me menaxhu stresin. Okej, unë noizin. Emocionet. Unë noizin. Stresi, noizin. Noizin, ani dëzhurma, që është të vinja. Po të erë me bo. Kop ka një herë kësi farë, a ki stresu i loqë? Allah i bëllë stresaft. Për një me a. Pe kojt po vjen. Kur po muno është tani, vjen ajo se ki qef me bo diçka mirë. I kanë thonë ples cikletat, gajlja, diçka, qështu ku diçka që kjo? E ki atë mendimin gjithmonë dalë mirë, të bëj diçka mirë, po jo veç të muzika, po... Përgjësi, përgjësi njëtë, po... Mundona me konë shumë i përkushtum, qka do që të mani pun me kry, mundona. Po, mi dhonë... Tash edhe aja ta kre një farë stresin veta, po e arrin me adolë qasoj. Përgjëtsia një farë. Qaja përgjëtsia tani... Mam pak impresion, tension. Jam pak qashtu. Ja. Dhe i sa të përfundoj, shpesh mundona mos me reflektu që më pa tjertë, po ka njëherë është emocion i pa menaxhuar kontrollës. Ka njëherë, mund është mu vrej që ki stres. Vresh, babos, në zda veni vendi qysh, adhe trupi këse në vetë. Okej, talojnë pak stresin anash, a qomi me kall? A, qom. Si kongën e rejse, po kam qep një live. Po, pa tjetër kongën e rejse. Atje ka dalë mirë, po përdu këtu live, se këta efektojnë bukur. Hajde. Shkoj. Luje zemër, luje, at mindil, at mindil, me ndjem po masil, me ndjem po masil. Luje zemër, luje, at mindil, at mindil, zemrë po madrid, zemrë po madrid.
që fa po mba, krejt po tranon, pik ma kena. Aman, dihet për kon, valën me lujt, qare se kam. Avash, avash, pritëm, avash, avash, bashk valën e nisëm. Avash, avash, pritëm, avash, avash, bashk valën e nisëm. Luje zemër, luje, at mindil, at mindil, me në po masil, me në po masil. Luje zemër, luje, at mindil, zemrën po madrin, zemrën po madrin. Për shafu, prej vëzhlis dashninja kam fal, e thash po shko me tjetër ka. Qka jetu i vepru O në rinin e vedon me vëqu Ha e dina i vajz qka jetu i vepru Në rinin e vedon me vëqu Kujtimet e mija bashke me i kujtu Në sa më një vajz Për ty jam tu i këtu Bravo! Bravo bre, na knasë sonte. Sa keni dasmën kështu? Po mënoj sa o keni dasmën. Ti jo si qmem kështu. Ato neo që zga del me njës bre? Ka kështu që Unë nuk s'kom qohen përjetu do. ato dasmat që thojnë kanë zgjatë shumë Po të fëmijës, të shku fëmijë në shkollë, ju të i heksintat. Të i përcjell. Të i përcjell fëmijën me qonta. Ka pas rast se nashta po kon me marrveshje, po kupton 4-5 mëngjes. Për pak asun se mi au prish për shembull, mirë po den mëngjes. Srinas dasmort. Shpëtim asi zoti dasmës ty bezrrim. Kanë rrutar sistemin, domethënë në ora 2 maksimalisht. Gjithçka është. Hej, ku marr më të mia dasmat që ju kronin të nënt. Prej atje Maqedonisë deri në Tiranë, në Shqipëri deri ku po më treva që kam kap. Shqiptarëve. Çfarë thon be shpëtim? Ha. Ku knohet shqebre gjithkon një dasmat e mira. Po, me pa dekon është pak më me shuhret, dyqysh, apo din?
përbes, okej, dikun e kanë vallëzimin ma në qef. Po dhe, këta dhe me... Mirë po nuk mundesh me thonë në Prishtinë, se nesër e kam dasmë tjetër në Prishtinë që e kallin. E kallin, po. Apo kupton, nuk mu i me thonë dishka këto, ato, si në Maqedoni, si në Kosovë, si në Shqipni, a nashta unë edhe kom fatin me qenë dasmat ma të mira. Hajde, profesoresh, hajde. E mes me profesoresh, a vëshet, nuk i talon se do të më shku në të në omë. Seriosisht, kemi nashta në i dasëm që është pak e zbet me thonë. Mirë po prapë se prapë gjithër mundosh bre me nëzjera ato, se ka diçka që dhe ta ishtin me do të me lypat farë, me dalë. Ka edhe ashtu, dikon për shamull ritmin e ka një ritëm ma në qef. 7-8, thym. 7-8, për shamull e kemi Maqedonin që unë e për vete i kam shumë qef. Kam 7-8, i kam tepër të po. Shumë i kam qef, edhe kënoj me shumë qef. Kështu që nashta edhe kjo pjesa që i kam shkune për shumë treva të ndryshme, në pëdas më ka ba edhe me posta një reportar pak ma gjanë. Për nëse kënon të krejt treva qiptarët është me ditë, në të në onë që ka me kënu se jetë ka njëherë Može me të keq. A i një kësi artista që moni qene, moca e meje në shpi e kësi brejë shkaja. Jo, a i një kësi, jo, keni një për ty. Unë për vete nuk është që u rej kofshat, absolut. Mirë po në shpi nuk kisha pas qef mi ma. Unë për kofshë e u rejvis një dostemin, s'pja për me në hemë. S'pja për me në hemë, se ta një djenë për këmë bëhat fjallë. Nuk moni kështu, a? Hiq, kur gjonë. Për momentin jo tash ashta pak. Unë thash jena pak vezvese ka puna, shpia, kështu? Po jo ashtu me azi të gdele me qitë drithore. Mocen, okej. A shkojnë edhe me një qështu atmosferë, pak ma dasëm, se po të mjë pas që është po e nëzom, ju kemë si dy vendasëm, do në mjë një ma ndemi godit. Hajde, shkojmë. Të qësë një në vagë, edhe pse ta s'ka nevoj për vagë, për pëshore, po të njëm live. Shkojmë. Sa bakëndon bili, qeligo që trando fili, qeligo që trando fili. Trando filin vese, trando filin vese, ja do t'marre, ja do t'vdes, ja do t'marre, ja do t'vdes. Sahatin me ramue, shi sahatin me ramue. O ti djali pa martue, o ti djali pa martue, shi taltin e me ramue, shi taltin e me ramue. Sahatin do t'ashese, ja do t'marre, ja do t'vdes, ja do t'marre, ja do t'vdese. Sahatin do t'ashese, sahatin do t'ashese, ja do t'marre, ja do t'vdes, ja do t'marre, ja do t'vdese. Bravo!
s'ma do që ti ka tunino. Nuk e do qa unë se jam beqare, e nuk e do qa unë se jam beqare, e do gjish pëtimi me cigare, e do gjish a ideali me cigare. Fjallën sun ta jap, fjallën sun ta jap, djalo fjallën sun ta jap. Jam shumë e re, djalo pritë rritëm pak, e jam shumë e re, djalo pritë rritëm pak. Bojna dosëm, krejtoj me kalle, po e martonana, ma t'mirin djale. Bojna dosëm, po me tupana, kalle son të neja, bashk me jarana. Bojna dosëm, krejtoj me kalle, po e martonana, ma t'mirin djale. Bojna dosëm, po me tupana, kalle son të neja, bashk me jarana. Bravo bre koft. Nuk po ta bakshesh me veti se po të bëj bejmë, kishe lon pas një cent. Shumë i keni gnu. Bravo. Faleminderit shumë. Në zemra. Po shkoni në herë dytë, po tash kam më thirr sigurisht ato dyve edhe kështu ndas mas kem pas hala fatin me qenë me Arbrin, me siguri që do të kemi, edhe pse unë vesh një sezonin tjetër se tash s'ka më Arbër. E ki mshet domethënë, 2025. Po, veç është u përfundu. Që është përfundu. Ti llogaris sa pari në sezon? Sa buk mujna mi ble. Shqiptarit i ban trak shpirti me ditë sa i merr për një sezon. Shqiptarët shumë kanë qef.
që pensionis për meje. Me kalkulatorin ato. A ke pa ato që ju koni për dikë të oni malë. Në shqitorë, zë koni që e prekshin mas porit zerën, treng. Kejtë është të i kemë. Kështu që mujmë për 2026 me folë, da njësës. I presim, thoj. Po, si djetë më ka do, na i dasim jashtë sezonës nuk është të thonë. I presim, ta shofim. Lendit, edhe për falenderit që një kom e neve sonte, unë kalova shumë mirë, kur të kaloj mirë në publiku jonë, besoj që kaloj mirë, se që dhe energjinë e mirë e qëmë dhe publiku, po me duke këngëtarët mirë nuk ka qara njërë pa kalu mirë. Kështu që ju klo zemra e ju shkof karriera qysh ja u do një zemra. Falenderit shumë që një kom këtë emision, unë u knaqa, po shpresoj që kena mu pa prapë në tjera emisione dhe në tjera vende, djem falenderit shumë që ishe me neve sonte, partner toni, falenderoj për i zemrës që janë me ne tash shumë vjetë, publikun tonë që është me milionën këtë botë në kuna shojnë, falenderit për i zemrës, diaspori duam fort, tash është koha me orën dasëm ju, me orën e për dasëm e për festan, po vjen vera dhe në Kosovë, po ati fa dasëm e ma, a ke po, ujë për nuk gjonë me blenë, po benzinës, s'ka jeship ata, ujë nuk gjonë me blenë, dhe më thonë edhe krejt, gjithë shka është në vizje. Kështu që me krah hapur edhe prej këtu, ju pojmë të thola këtë publiku tonë që është me miliona, e stafin tonë e falenderoj për zemër se e banë punën më të mirë të mundshme në këtë pjesë të Ballkanit. Falenderoj gjithëve. E ka nisë Lendita, ata lëna me përmbyll orën se edhe ashtu kështu tonë këtë djallë për Dugazinit din me mshel mirë në emisionin. Shumë falenderit. Falenderit shumë. Falenderit. Sëri me kemi ndisin shpitonën. Falenderit shumë. Mas orën bëni edhe këshirë një mandit që ka do një, natën e mirë. Hidhe valën lulia ime, hidhe valën ti, o moj sorkade, vale shqipëtare, një beqar, hajde orkestra bravo. Hidhe valën lulia ime, hidhe valën ti, o moj sorkade, vale shqipëtare, një beqar e për ta marë, e bini fort, ju da hire, deri natën vonë, gërzimin tonë, e vale kosovare, pas ka hije, bil dashurie, hajde! Bravo! Hajde të valëzojna, po valën e rrugës, e hajde të valëzojna, po valën e rrugës, po nejte mole kushen, e ku fini Kosovës, po nejte mole kushen, e njët ku fit Kosovës. I hajde të valëzojna, po valën me shamia. Hajde të valëzojna, valën me shamia. E jona Kosova, e jona Shqipënia. E jona Kosova, e jona Shqipënia.
shkote burri Sot e jetë e baba E nëse shkote burri O jolla më ime janë e zemër Jeve me 2000 dila Jeve me 2000 dila E kuna i marrë e zemër I qata tranë do fina E qata tranë do fina O tranë do fina shmetimi ma me gjithë e gjonë Oh me gjithë e gjonë O jolo e minjonit Hajde Ramadane Hajde Ramadan Kur dojla të dhe rahnon I pash një dilule Kur dojla të dhe rahnon I pash një dilule Një pot Allah t'i shpehtim Një pe maj për muem Një pot Allah t'i shpehtim Një pe maj për muem Hajde E kur dojna të dhe rahnon I vash një dilule E kur dojna të dhe rahnon I vash një dilule E një pot Allah t'i shpëtim Një pe maj për muem E një pot Allah t'i shpëtim E një pe maj për muem Bravo!